Liçeni i Shkodrës, por edhe zona të tjera të mbrojtura prej vitesh ndodhen një pikë kritike për kërcënimin e zhdukjes të disa llojeve të shpendëve dhe peshqeve. Këtë e thot Genti Kromidha, presidenti i Institutit për Mbrojtjen e Natyrës. Jemi prej kohësh një pikë kritike. Liçeni ka vite që rënkon. Duam që së bashku me institucionet, bashkë me Agjencinë Kombëtare, me Agjencinë Rajonale të Zonave të Mbrojtura, me aktorë të tjerë, me Bashkinë e Shkodrës, që është një aktor i rëndësishëm, të punojmë së bashku për ta kthyer këtë pikë kritike, për ta kthyer liçenin atë vlerë që ka. Kromidha tregon edhe disa prej llojeve që janë zhdukur e të tjera që rrezikojnë ndjeshëm. Llojet e rrezikuara janë disa, kryesisht llojet e peshqve, të cilët kërcënohen nga peshkimi. Ende nuk ka një statistikë të saktë, me keqardhje që një lloj shumë i rëndësishëm, siç është blini, konsiderohet si zhdukur, dhe kjo është një humbje e madhe për Shqipërinë. Lloje tjera si njila apo tjera janë paksuar. Dhe për këtë duhet merren masa për të ruajtur habitatet e tyre, për të ruajtur vendet e tyre të shëmimit. Por i shikohet pjesa e zonimit të planit menaxhimit për të krijuar zona të sigurta për këtë lloje. Gjithashtu edhe liçeni është edhe një strehë e rëndësishme për shpendët. Duhet të krijojmë edhe atyre kushte për të shumuar. Pelikani kaçurrel, që është një lloj i rëndësishëm, vjen dhe ushqehet dhe strehohet në liçen, edhe pse rri kryesisht në zonën malazeze. Të gjitha këto habitate përfshirë edhe pyetjet e Araboshit apo pyetje tjerë që janë përgjatë bregut liçenit do rehabilitohen në kuadër të këtij projekti. Për të rikthyer qetësinë dhe për të ruajtur këto lloje shpendësh e peshqish që rrezikojnë zhdukjen, Instituti për Mbrojtjen e Natyrës po zbaton projektin Natyra 2000 që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Zona e Shkodrës dhe rezervati Velipojës janë përzgjedhur si pjesë e këtij projekti, pra do mbështeten nga ky projekt. Qëllimi kryesor është forcimi i kapacitetit, pra mundësimi i administratës së zonës së mbrojtur që të kryejë menaxhimin qoftë liçenit të Shkodrës, qoftë zonës Lumit Buna dhe rezervatit Velipojës. Mbështetja do të synojë jo vetëm në pajisje, në mjet televizje, në pajisje pune, por edhe në trajnime të shumta për stafin. Me 10 projekte janë zbatuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e liçenit të Shkodrës dhe zonave të tjera të mbrojtura gjithë këto vite, por sërish situata vijon të jetë kritike. Moratoriumi për gjuetin mendohet të shtyhet edhe me 5 vite, ashtu siç sapo u miratua në parlament moratoriumi 10 vjeçar kundër prerjes së pyjeve.